Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe sot do ju sjell 2 receta shumë të shpejta supash. Për supën e parë do na duhen vetëm këto perime, por para se të fillojmë nga puna, nuk do harroj t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re, postojnë disa receta të reja gjatë gjithë javës, madje nëse shkoni në fund fare të kësaj video do ju shfaqen 4 recetat më virale, ato që ju pëlqeni e gatuani më së shumti. Në fillim fare në një tenxhere kam shtuar pak vaj ulliri dhe pak gjalp dhe pastaj thjesht do fillojmë të grim perimet. Nuk ka rëndësi se si i grini, sepse në fund supa do t'jetë kremoze, kështu që mjafton që t'i coptoni disi që mos jenë në copa shumë të mëdha. Shtojmë të dy kungujt e grirë në tenxhere. Do të shtojmë gjithashtu edhe 3 thelpinj hudhër, mos harroni se në këto kohë hudhra është antibiotik natyral, prandaj më shihni shpesh ta shtoj thuajse në çdo supë. Do na duhet një gjysmë qepe e madhe dhe qepën ngrijeni si t'jo vi, nuk ka rëndësi, mjafton ta ngrini disi. Do fillojmë të grim 3 patate, janë 3 patate mesatare. Edhe këto i grini si të mundeni. Unë do të shoj 2 kuba me kolagjen nga kockat e viçit, të cilin e përdor vetëm për supa dhe bëj vetë në shtëpi. Po të kërkoni në recetat e mia, e keni edhe kolagjenin e kockave të viçit. E keni si këtu në YouTube dhe për ata që nuk e din, unë kam edhe një faqe Instagrami ku ndaj më shumë nga përditshmëria ime dhe mund të më ndiqni edhe aty. Por nëse nuk i keni kubat e kolagjenit, mund ta bëni me lëng mishi ose thjesht me ujë. Do të shtojmë ujë, rreth 2 gishtë sa mbulohen perimet dhe pastaj në fund do e shohim konsistencën e supës. Do të shtojmë një lugë çaj me krip. Do të shtojmë edhe pak piper të zi dhe do e kalojmë direkt për zierje për 10-15 minuta, apo sa e shihni që patatet janë zbutur. Të gjitha perimet si që kemi grirë, unë e kam bërë sot direkt, po ka edhe raste që i ka urtis me atë vaj dhe gjalpin e ullirit për rreth 5 minuta. Duhen thjesht një kaurdisje të lehtë, por mund ta bëni edhe direkt kështu siç e kemi bërë sot. Supën e kam lënë të zi dhe nëse provoni me thik patatet, ato janë bërë plotësisht. Në këtë moment do e heqim dhe do të vazhdojmë me gjërat e tjera. Kur supa është zier plotësisht, do të shtojmë qumësht tek supa, afërsisht një gol, por edhe do e shohim, nëse nuk e duam shumë të trashë, do i shtojmë pak më shumë. Tani do fillojmë ta grijmë me mikserin e dorës apo me një mikser tjetër të çfarëdoshëm që keni në shtëpi, sa na bëhet një masë homogjene dhe një trajtshme. Pra do bëjmë supë krem. Shikoni pa konsistencën e supës dhe nuk e keni idenë se çfarë shije ka. Do ta provoni patjetër. Tani thjesht do e servirim dhe supën tonë e kemi gati. Shikoni pak çfarë kremoziteti, shije e lehtë dhe shumë e pëlqyeshme edhe nga fëmijët. Fillojmë shpejt me recetën e supës numër 2 dhe është supa e famshme e jona me oriz, vezë e prerë me limon. Do ju tregoj edhe një sekret të vogël si mos të pritet veza. Për këtë supë na duhet mish sa më mirë, qoftë viçi apo qoftë pule. Unë sot e kam viçi, madje kam pjesë nga qafa dhe disa kocka. Të gjitha këto do i kalojmë dhe do i zijim me ujë e krip në tenxherën e presionit për të bërë lëngun. E kalojmë të gjithë mishin tek tenxheria e presionit. Do të shtojmë rreth 1 litër e gjysmë ujë. Tani do të shtojmë 2 lugë çaj me krip.
Kam kaluar në zjarr, do presim derisa të zi mishi mirë. Zakonisht tenxheria ime presionit do 20-25 minuta, por edhe nëse nuk e zieni në presion, duhet të prisni që mishi të lëshohet mirë nga kocka. Mishi ka zier shumë mirë, do të ndajmë veç mishin për ta bërë në fije, por jo vetëm për këtë, unë e kulloj lëngun, kështu supa më delet pastër pa ato mbetjet e mishit të zier. Kulluar lëngun, mishin e kam këtu për ta bërë në fije. Do të shtojmë 2 deri 3 filxhana kafe me ori. Do e shtoj edhe pak me ujë dhe do ta vendos të zijej në tenxherën e presionit të bëjnë, sepse orizi bëhet më i butë e më mirë, por që do kujdes pasi tenxheria mund të bllokohet. Nuk kri asnjëherë pa i shtuar një lugë qielle me gjalp të mirë fshati, sepse ai ja plotson shijen dhe e bën tamam për virozat. Shtoj edhe pak piper të zi. Do të shtojmë të gjithë mishin e vitit të cilin e kam bërë në fije. Kemi 2 të verdha veze, do shtojmë pak nga lëngu i ngrohtë i supës për të balancuar nxehtësinë. Dhe ky është ai sekreti i vogël që gjithë mamat tona e dinë dhe e bëjnë që supa të mos spritet. Do të shtojmë lëng limoni. Tani lëng limoni mund të shtoni sa të doni. Unë për shembull nuk i shtoj shumë, sepse gocat e mia nuk e duan shumë të afet, po tjetë për mua të paktën gjysmë kokër apo edhe një, ja shtoj gjithmonë. Do të shtojmë lëkurën e limonit pak fare, nëse ju pëlqen, nëse nuk ju pëlqen, nuk ka problem, por për mua kjo supë nuk ka kuptim pa aromën e limonit. Do e përzijem mirë sa të na krijohet një masë homogjene. Dhe kjo është një sekret tjetër i vogël, do thoja, që mos na pritet supa, pra nuk duhet të lëmë copëzat e veza, duhet të rrajmë sa më mirë, dhe duhet të jemi kujdesur që ato copëzat e bardha që ka supa t'ja kemi hequr që më përpara. Dhe gjithashtu në qoftë se ajo rizi që ju keni nuk ju plasaritet nga kokra si ky, një sekond t'ju a tregoj, dhe nuk ju krijon kremozitet, atëherë pasi ta keni zier, bëjni një të fruluar një pjesë të supës me mikserin e dorës. Duke e përzier me intensitet, supa duhet jetë ftohur pak, që mos na pritet veza, do vazhdojmë të shtojmë vezën. Tani edhe 2-3 minuta, sa fillon të marrë valët, nxjerr bulzat e para, do e kalojmë në zjarr dhe e kemi gati. Tani supën tonë e kemi gati, kremoze, plot shije, e shpejt, supa mamave tona. Ju bëf të mirë nëse e provoni dhe jam e sigurt që kjo është supa që na ka shruar të gjithëve nga çdo virozë.